të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ata Allahu I dërgoi që të jenë ndihmues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të jenë shokët e tij. Faj'alahum wuzara nabihi, I bani ministra të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yuqatiluna ala dini, të cilët luftojnë për dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Dhe çka e shohin musliman, do me thonë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të mirë, ajo është e mirë te Allahu subhanahu wa taala. Wa ma ra'awhu sayyi'an fa huwa 'inda Allahi sayyi'. Dhe çka e shohin shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e keq, ajo është e keq. Parasia se Allahu subhanahu wa taala I pa zemrat më të pastërta dhe më të mira, më të devotshme te Allahu subhanahu wa taala, zemrat e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu se ka dërgu asnjë pejgamber pa ja çu xhamatin. Ashtu siç është prisi edhe vjen xhamat. Kështu është suneti Allahu që Allahu nuk I ban zullum askujt. Kjo ishte dëshmia Abdullah ibn Mesudit. Kjo ishte dëshmia se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një moral të përsosur. Parasia se Allahu nuk e zgjedh këndon me bart këtë din dhe me përcjell njerëzve. Dhe Allahu nuk e zgjedh këndon që me qenë shembull për njerëz, përveç ato të cilët e kanë arrit kulmin e moralit dhe përveç ata të cilët I kanë rregullu punët e tyre me Allahu subhanahu wa taala. Vllai dashur musliman, mos gëzon shumë vepra jote cila kontribon për arsye se veprat matën si pas fundit. Wallahu si a mundëson një njeriu me qëndru në dinin e Allahu dhe në fund vetëm ata që kanë qenë besnik me Allahu me zemër. Për këtë arsye Allahu nuk I mshefat as një send. Allahu subhanahu wa taala I din zemrat e robëve të tij dhe zgjedh këndon dhe kanë e shef të përshtatshëm. Kjo ishte njëna dëshmi prej dëshmive që dëshmon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me vërtet ka pas moral të përsosur. Gjithashtu prej dëshmive që dëshmon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me një moral të lartë është dëshmia Allahu subhanahu wa taala. A ka dëshmi më të drejtë dhe më të mirë se sa dëshmia Allahut I cilit nuk I mshefat asnjë send? Dëgjoj vllai dashur musliman, se si Allahu subhanahu wa taala këtë ajet të madh në suratul Qalam na I ka zbrit që të lexohet dhe në ditën e gjykimit, cili ajet flet për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për moralin e të dërguarit të tij të fundit, që Allahu na ka nderuar të jemi ummet apo xhamati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë ajet thot, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Me të vërtet ti ja Muhammed e ke arrit një grad të lartë të moralit. Me të vërtet ti ja Muhammed e ke një moral të përsosur. Dëshmia Allahu subhanahu wa ta'ala dëshmon për moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë gjallë ai në sipërfaqen e tokës. Dhe adeshti Allahu subhanahu wa ta'ala që kjo fjalë të lexohet dhe në ditën e gjykimit në mënyrë që të marrin mësim ata të cilët kanë vesh dhe ndëgjojnë, dhe ata që kanë sinj dhe lexojnë, dhe ata që kanë mendje dhe mendojnë. Nun wal qalami wama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Deshti Allahu subhanahu wa ta'ala që kjo fjalë të lexohet dhe në ditën e gjykimit në mënyrë që të marrin mësim ata të cilët kanë vesh dhe ndëgjojnë,
dhe ata që kanë si dhe lexojnë, dhe ata që kanë mendje dhe mendojnë. Për këtë arsye vëllai dashur musliman, nëse vihet një model dhe një shembull në moral, dije se e ka të i kalu dhe ka arrit kulmin morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka askush mundësi mu barazu me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala në suratu Ali Imran Bismillahir Rahmanir Rahim فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. Tregon Allahu se me mëshirën e Allahut ti e bë i but. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Dhe me pas qenë i vasht dhe me pas qenë zemërfort, do të largoheshin njerëz të cilët tu kanë mbledhën rreth tije. Ka dëshmi Allahu subhanahu wa ta'ala se Allahu ka zbrit rahmet mbi zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka qenë morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam morali përsosur. Për arsye se rahmeti Allahu te ka përfshin një zemër cili dëshmon Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thot me pas qenë i vrasht, mos me pas moral, me pas qenë zemër fort, nuk do të kishte ngel asnjëri i cili do të pasonte rrugën tonë. Mirë po dëshmon ka qenë e kundërta, ke pas moralin e mirë. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se njerëzit e kanë pasur rrugën tonë, kanë gjek dinin tanë, luftojnë për dinin tanë, japin dhe sakrifikojnë për dinin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe shembull më të mirë të kanë pas tin në çdo midan. Për këtë vëllai dashur musliman, kanë dëshmi Allahu subhanahu wa ta'ala që thot mos me pas moralin e mirë, njerëz do të largoshin prej teje. Edhe këtu vëllai dashur kur jemi, nëse don me qenë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nëse don me i marr sevapët e atinve që udhëzohen donën tane, përmisoj moralin. Gjeke sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe përmisoj moralin, se Allahu dëshmon se nëse nuk e ke moralin e mirë s'ka me qëndru askush për teje. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala dëshmon për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në suratu Tawbe ku thot Bismillahir Rahmanir Rahim لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Juve ju ka ardhur një pejgamber i cili është prej mesit të juaj, azizun alejhi ma anittum, i velan dhe është i dhimbshëm për çdo tortura që ju bëhet dhe ju që vuni, harisun alejkum, është i kujdesshëm për ju, bil mu'minina rahufur rahim, ndaj muslimanëve i mëshirshëm dhe i ndihshëm. Kjo është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që vlen që të krenohet muslimani me këtë njeri, me këtë të dërguar që e zgjedhi Allahu subhanahu wa ta'ala. Azizun alej, i dhimbshëm shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Khabbab ibn al-Arat, thot shkova një ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur sa ishte ulën në hijen e Qabës, duke mendu dhe duke udhim për tortura që ja bëjshin shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë torturat që ja bëjshin mushrikëve shokët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e patan arritën kulmin. Shkoi Khabbab ibn al-Arat, shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u anku. I tha ja Rasulullah, a nuk i lutesh Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu t'nja lehtëson këto tortura që na bën bineve. Khabbab ibn al-Arat thot, shikova ftyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ju skujt dhe u ngrit dhe tha, ai i cili nuk e zinte gjumi për ummetin e tij, ai i cili e mshefti një davet,
ai i cili luqen e rujti për ummetin e tij,